Atëherë, si të duk ditën e djeshme dalja e Adionit nga ferma? Ishte dalja e dur, ishte megjithëse për mendimin tim duhet ishte eliminuar me një zarf nga Gaja, apo nuk e di. Jetë rikthehet zarfi i zi, domethënë edhe në ferma VIP, jo vetëm në Big Brother, duhet kishte dalë ndryshe. Megjithatë, edhe kjo ishte një dalje dinjitoze për t'i treguar vendin njerëzve që ofendojnë, bullizojnë apo masakrojnë personazhet e tjerë me mënyrat e tyre arrogante. A do të bëj dot lojë Ola tani që iku Adioni? A do të bëj, pyetja më e qartë do të isha, do të bëj Ola tash pas gjithë asaj që ka bërë dje dhe jo pas ikjes së Adionit. Po, ta fillojmë nga Adioni, po. Atëherë, jo, nuk Ola duhet dali nga shtëpia dhe pikë, kaq, s'ka lojë më. Mendon se veprimet e Mozës janë provokuese dhe gacmuese ndaj personazheve, qoftë edhe për t'i nxjerrë? Kur hyn një reality show, ti futesh në një tunel që në fund të atij tunelit jo vetëm ka dritë, sepse do dalësh nga ajo shtëpi, gjëja e vetme e sigurt është që njeriu ka një jetë kur merr pjesë në një reality show është që një ditë del nga shtëpia dhe rikthehet në një jetë normale. Ti të fitosh 200.000 euro patjetër që do provokosh, do shkosh deri në limitet e caktuara, pa cënuar kërkën dhe pa ofenduar kërkën. Për sa kohë ti i përmbahesh disa rregullave, je shumë okej. Ata që nuk i përmbajnë rregullat janë lojtarët e tjerë dhe janë ata lojtarët që nuk po ndëshkohen. Domethënë, i vetmi rregull që ata po ndjekin është që nuk ka rregull. Po si shikon faktin që mos ta donte të zhvishte Olën dhe Gresën, a justifikon deri diku veprimin e Olës? Fjalori që përdori ditën. Mos ta egzagjerojmë. Donte të zhvishte Olën. Është shumë e madhe kjo gjë që po thua, sepse jo po donte ta përdhunonte. Është pallëgjë, është një lojë që gocat kishin bërë njëra me tjetrën. Sa herë keni bërë juve vajzat pijama party? Keni bërë ndonjëherë? Patjetër që keni bërë. Keni lozur njëra me tjetrën, patjetër që keni lozur, patjetër që keni bërë shakara, patjetër që i keni bërë trakto. Domethënë këto vajzat vinë, bëjnë shakat, lozin, qeshin edhe kujtojnë pas 4 ditësh kur është prime, që të ndihen të ofenduara, të përdhunuara, të prekura në për gjëra që karakteri i tyre çuditërisht nuk i ka lejuar. Lajmet, nga ana tjetër kemi lajmet showbizit lidhje me personazhet që kanë qenë në Big Brother, siç është Selin dhe Gimbo, që kohët e fundit po qarkullojnë informacione që kanë qenë të lidhur para Bigut. Keni një informacion nëse është e vërtet? Jo, nuk është e vërtet as pak. Atë Selinën e shkretë kanë bërë cop. Një kanë vënë 500 të dashur mbi kurriz, që kishte para Bigut. Tashti po i dolën huq ato 500 parat, po i vën Gimbon tashti që ka pasur Gimbon përpara. Nuk e di, domethënë, pse mendja e shqiptarit është kaq pjellore për të tilla pisliqe. Boll, domethënë, mëse realisht edhe thashë themi dhe gosi vet e ka një limit, e ka një kufi, thua, domethënë, stop, deri këtu vihet. Nuk mund të bëhet bajt kaq shumë sa që kanë bërë. Jo vetëm që se kanë pasur një lidhje, janë njohur në atë Big Brother, kanë jetuar aty, kanë dashuruar aty, etj, tashti lërin një njerëzit të shijojnë dashurinë e tyre jashtë mureve të shtëpisë. Ledion Liço dhe Sara Hoxha, a janë bashk pasi e vetmja përgjigje e tyre për gjithë informacioneve në rrjet ka qenë fakti që Ledioni e ka falendëruar në mbyllje të Bigut të Sarës. A janë ende në lidhje? Për mendimin tim të përgjigje ka dhënë Ledioni gjatë të gjithë Big Brotherit. Dhe nuk më takon mua që të jap të përgjigje. Nëpërmjet përgjigjeve që ata kanë dhënë, kanë lënë kuptohet që jo, nuk janë bashk. Është mos e normale që në një jetë të ketë martesë, ketë edhe divorc, ketë lidhje, ketë lidhje të ketë ndarje, është gjëja më normale. Nuk e di pse trumbetohet kaq shumë në Shqipëri, nëse u ndan apo jo, ndodh rëndom gjithandej, edhe nëse janë ndarë, është për të mirën e tyreve, nëse ka qenë diçka që s'ka funksionuar më. Më mirë të ndahen se sa të mbash një martesë të sforcuar dhe ku pasojat nuk i vuan as ti as bashkëshortit, po i vuajnë fëmijët. Kështu që për mendimin tim kanë bërë gjën më të mirë që janë ndarë dhe unë më sa di unë, po nuk janë më bashkë. Nga ana tjetër për Selinin, gjatë kohës që ka qenë në Big Brother, ajo shprehur se nëse do ta fitonte çmimin e madh, do të jepte gjysmën
apo një pjesë Po, mirë. është e vërtetë dhe e ka bërë. Jo më larg se përpara një jave ka qenë pa një fondacioni për fëmijët e tim dhe ka bërë donacionin e saj. Dhe e ka nxjerrë dhe në Instagramin e saj. Edhe për ta mbyllur me një tjetër lajm që po qarkullon kohët e fundit, siç është Klevio, që është ka qenë i ftuar tek Grida Duma, nuk e di sa e ndjek si personazh, si të duket Gridën, po respektoj edhe personazhin tjetër. Si të duket qasja e tij në podcast dhe impakti aq i madh që ai lë tek njerëzit në çdo lloj sfere që ai del. Më pëlqejnë personazhet kontrovers, unë i dua gjithmonë. Më pëlqen të marr më të mirën e diskutimeve apo podcasteve të tyre. E vlerësoj 100% për ato gjëra që unë dua ta vlerësoj dhe mbaj një qëndrim neutral për ato të tjerat. Është një personazh që e kanë dashur njerëzit, është bërë personazh duke bërë tekste dhe duke bërë një muzikë shumë të mirë. Për mua e ka merituar, më duket pak e tepruar kjo pjesa e historisë së jetës që po xhiron, sepse ai ka akoma kohë përpara, akoma vite përpara për të bërë karrierë dhe më pas, po, kur të ketë një moshë më të madhe, atëherë po mund ta bënte këtë. Po që është okej, prap, nëse e ka menduar dhe aty t'i duket që është momenti i dur për të bërë, është shumë okej. Mu do preferoja që këtë gjë ta shikoja kur ai ishte diku ke 60 vjeç, ti thoshte fund karrierës artistike, edhe mediatike, dhe pastaj po, do t'isha shumë kurioz të shikoja të gjithë uljet edhe ngritjet gjatë jetës së një personazhi. Ky është mendimi im, edhe mendoj se duhet respektuar. Si të duk reagimi i Olës ndaj Arbanës që ju drejtua me termin kuçk edhe përdorimi masiv i kësaj fjale ditën e djeshme në Prime? Dgjoj, kemi të bëjmë me ca të rinj që kanë mentalitet diktatorial. Disa njerëz që nuk pranojnë mendimin ndryshe, disa njerëz që nuk pranojnë njerëzit ndryshe, disa njerëz që nuk kanë respekt për njerëzit e tjerë që kanë një moshë më të madhe dhe disa njerëz që nuk e njohin kulturën, nuk njohin libri, nuk njohin asnjë gjë, po njohin vetëm dhunën, bullizimin. Dgjoj, unë po të marr këtë rast. Sot për shembull kemi rastin ku sot moza po bullizohet më shumë se ta dje. Janë ca njerëz që nuk i bën përshtypje asgjë. Sado që anatemohen, kritikohen në program nga opinionistët që për mendimin tim më tepër po i bëjnë fresk konkurrentëve, sepse është kjo frika e madhe për mos u dukur si opinionistët e Big Brotherit, por kjo gjë po e çon ferm në vip që duket më keq se sa Big Brother. Ola është kthyer në një Rogert në versionin fermë, ka arritur kulmin që dha atë Rogerti se ka bërë kur, që të ofendonte moderatorin në atë gjuhë. E ka bërë Ola, është një femër 23 vjeçare që për faktin që mund të jetë kushurira e Eduard Grishajt nuk i jep asaj atributet apo të drejtën për të ofenduar minimalisht nusen e tij, të paktën nusen e kushuririt mos e shaj. E para. E dyta, mundohu sepse je fëmijë, mundohu të mësosh nga njerëzit më të mëdhenj. Të vjetrit neve kemi një shprehje, të vjetrave mos i dëgjoj vetëm pordhën, pastaj gjërat e tjera duhet ta dëgjosh. Më vjen shumë keq që situata ka vajtur deri këtu, më vjen shumë keq që ka degraduar në këtë farë mënyre dhe më vjen shumë keq që ata njerëz që janë aty brenda nuk e dinë akoma që në krah kanë një aset kombëtar realisht, siç është Moza Ahmeti. Do doja shumë të isha unë në vendin e tyre, të kisha mundësinë të qëndroja me Mozën, të mësoja nga gjithë eksperienca e saj jetësore. Po, fati i ka rënë njerëzve jo të duhur, kështu që shpresoj që kur të dalin ta kuptojnë se çfarë gabimi kanë bërë.